Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin në Monitor TV, në këtë dritare në fakt hapur për ju për të ndarë lajmet më të fundit dhe lajmet më bombastike që kanë të bëjnë me personazhet publik. Do të ndaloj tani tek një nga artistët më të famshëm shqiptar, Noizi, i njohur tashmë për të gjithë audiencën, siç duket problemet në jetën e tij dhe kërcënimet nuk po e lën të qetë. Noizi ka qenë në shënjestër të medias ros për lajme në fakt që nuk janë lajme të bukura, domethënë ka patur lajme të ndryshme për lëndë narkotike, për lëndë plasëse, të cilat edhe kanë plasur para shtëpisë së Noizit. Mbaj mend vitin e kaluar, domethënë kishte një ngjarje të tillë, por siç duket dita e sotme nuk ka nisur bukur për Noizin. Një lëndë plasëse është gjetur pikërisht para hyrjes së shtëpisë së tij, ku lënda në fakt nuk ka qenë e plasur, ka qenë thjesht si lëndë e lënë aty. Menjëherë policia ka arritur në vend ngjarje, domethënë kanë filluar hetimet pas raportimit që në fakt Noizi ka bërë në policinë e Tiranës, kanë arritur në vend ngjarje të gjithë inspektorët të cilët kanë inspektuar situatën, por akoma nuk kanë dalur me një deklaratë detaj se për çfarë bëhet fjalë konkretisht dhe nga ku rrjedhë në fakt kjo lëndë e cila ka mbritur përballë banesës së Noizit. Ne dim shumë bukur që domethënë Noizi ka patur probleme të këtilla edhe vitin e kaluar, por edhe vite më herët në fakt që ka patur kërcënime të tipit të këtill. Noizi akoma nuk ka dalë me një deklaratë në rrjetet sociale, por nga informacionet që un kam arritur të siguroj pranë të afërmve të Noizit, domethënë gjendja është e mirë deri më tani, domethënë gjendja aktuale, Noizi nuk është se ka ndonjë dëmtim, sepse lënda nuk është se ka plasur, domethënë thjesht është vënduar para derës së Noizit, që domethënë është një lloj shënjestre për një lloj kërcënimi që ne edhe do ta plasim këtë lëndën. Policia do të del me deklaratën e saj për të treguar detaje në qoftë se edhe janë gjetur autorët të cilët në fakt kanë bërë këtë vepër që realisht kanë shqetësuar Noizin, por kanë shqetësuar edhe familjarët e tyre. Unë shpresoj me zemër që ky problem të zgjidhet dhe që Noizi të jetë i qetë edhe në paqe me këto probleme që siç duket janë probleme shumë serioze.